Policia e Gjirokastros ka sekuestruar paraditën e së njëjtës një sasi prej 321 kg lëndë narkotike e dyshuar si marijuan. Droga u kap në aksin rrugor Gjirokastër Tepelen përmes operacionit të kryer nga sektori kundër narkotikëve në drejtorinë e policisë së Gjirokastrës. Sipas policisë, gjatë ndjekjes së transportuesve të drogës, u bllokua një makinë tip Range Rover me targë të R0962, i cili drejtohej nga një hyri nga Lazarati. Makina ishte e mbushur plot me pako me lëndë narkotike e marijuan edhe ishte i shoqëruar edhe nga 2 autovetura, të cilët kanë shpërthyer postobllokun e policisë në zonën e ujit të ftohtë, duke rrezikuar edhe jetën e policëve. Ndjekja e policisë ka filluar nga Gjirokastra deri në fshatin Luzat, ku 2 automjetët janë larguar. Shoferi i mjetit me drogë ka braktisur makinën në fushat e fshatit Luzat dhe është larguar, pasi është hedhur në lumin Vjos dhe me not ka kaluar në anën tjetër të lumit. Në dalje të Tepelenës, drejtuesi një nga automjeteve ka braktisur mjetin tip Mercedes-Benz me targa false dhe është larguar. Policia Gjirokastrës njofton se po vijon ndjekja e makinës së tretë që shoqëronte automjetin me 321 kg lëndë narkotike. Policia greke në Janin ka sekuestruar rreth 11 ton lëndë narkotike të llojit Cannabis sativa që vinte nga Shqipëria përgjatë vitit 2012. Në një deklaratë për mediat, policia greke ka bërë publik bilancin e vitit që sapo lan pas, ku rezulton se sasia e drogës që është kapur përmes operacioneve antidrog është më e larta në këto 22 vite. Policia thotë se sasia e sekuestruar përgjatë 12 muajve të vitit të kaluar ka qenë rreth 11 ton hashash, prej së cilës vetëm në muajin dhjetor është kapur një sasi prej 1.5 tonësh. Droga është kapur kryesisht në zonën kufitare me Shqipërinë, në territorin grek, si dhe përgjatë akseve rrugore me drejtim jugun e Greqisë apo në Athinë, ku është përqendruar edhe shitja e sasive narkotike. Policia e Janinës konfirmon se në total janë arrestuar 132 trafikantë të marijuanës, prej të cilëve 89 shtetas janë shqiptar.